Do t'ju tregojmë se si juve duhet të pastroni dushin tuaj në shtëpinë tuaj. Kemi këtu një qelç 10, po kanë ato që kanë me 12, ka dhe në ato që kanë me 13. Në këtë rast e kanë me 10. Gjëja e parë ku pastrohet një dush, ulet limitatorit që ngron dushin, që çon korrent te dushi. Hiqet termostati. Termostati është ky këtu, ja. Është ky. Shife? Ky. Edhe është pak fuqi ta heqësh, e ngre kështu lart, tek e del. Pasi ja keni hequr fazën dhe nulin në korrent. Më pas, tani do t'ju tregoj se nëse ka apo jo smërçe brenda, sepse ky zotëria këtu harxhon 320 euro energji që i vjen këtu në Itali një herë në 2 muaj. Para ca kohëve kam pastruar diku tjetër. Na 320 gjys për gjys, 160, 180 është duke paguajtur një herë në 2 muaj. Energjinë e madhe konsumon dhe dushi kur nuk pastrohet, se zë smërç. Tani do t'tregoj avash avash se si do vazhdojmë. Vazhdojmë? Okay. Tani, pasi e hoqëm të gjitha vitat, do shikojmë rezistencën. E ngrem këtë lartë, kështu. Po me sa duket, rezistenca s'pas ka qef dalka, se që nga ajndur nga smërçi. Me det për mua, thuaj. Opa, 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 opa. Ja. Wow. E shikoni miqtemi? Kjo këtu juve u harxhon energjinë e papar në shtëpi. Nuk është as kondicioneri, patjetër dhe kondicioneri nëse ja pastroni filtrat një herë në muaj, rrjetat dhe baterinë të paktën 2 herë në vit, nuk harxhon. Ama dushit të paktën një herë në 6 muaj do t'i bëni shërbim. Se kjo reziston rron dhe 10 vjet, nëse ju e pastroni. Avash do t'ju tregoj se si ta hiqni këtë pjesën. Tani do t'ju tregoj se sa ka zënë brenda. Ma bjet që telefonin, inshallah ja u tregoj. Dale. Inshallah e ka këtu. Shikoj. 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 E gjithë rëra është mbledhur aty. Ja. Kjo është ajo që dushin tuaj dhe energjinë tuaj shkatron. Edhe kjo këtu. Ja. Vërda. Shife, hajde këtu, hajde. Shife, shife, shife. Tani do t'i fusim pak ujna brenda, edhe që t'ja nxjerrim të gjithë llurbën që ka. Jepi se ta pasto. E hoqëm të madhën aty te shtëpia, po duke qenë se ky është në pallat, nuk e në pallat është gjë, po ku ka më bukur se sa terreni babam. Këtu në bache, me ujë vape vup, kënaqet me ujë këtu. Ja, e lanë e shtanë si duhet, tani da fërkojmë, da fajnë, da ngjisim pra plan. Këtu, afro që këtu. Shi sa let duhet t'i bini, kështu, ja. Shife? Ja, kështu. Ja. Duhet me kujdesin më të madhe, ka nga dalë, do t'ja bëni me kujdes kështu, po mos i bini kësaj rezistencës, këtu, ja, afro qitë i qunë, ja, këtu, shife, duke hequr gjithë në të.
Tani ka një gjë. Gjatë pastrimit, bëvaki në një qarje rezistence mund ta ketë zënë dhe smerçi. Okej? Dhe çfarë ndodh kur vjet në prizë, nëse ja ul sahatin pram, do të thotë që ju do të ndroni rezistencën dhe rezistenca blihet komplet me këtë këtu. Gjithmonë nëse ndodh që ulet sahati. Tashti, ky është një pastrim dushi, domethënë, nëse normal, edhe ja 2 herë pastrohet, tretën herë duhet ndrohet, sepse shiko, janë këto pjesët e smershit këtu që janë të bëra një trup me këtë. Po të përdorë solucioni këtë e gërryer në rezistencën dhe nuk reziston shumë. Kështu që edhe një 3 herë, kjo 2 deri në 3 herë reziston, për shembull, një 2 vjet, edhe një 2 vjet të mira. Mirë, pastaj do të ndruar, okay? Kaq ishte, kaq e thjeshtë është. Po, kështu që para se të vijë hidrauliku, të marrni lek juve 100 euro shin kot, e pastroni edhe vetë. Mos harroni gjithmonë para se të fusni duart, të takoni korrentin, shkëpusni fiet, hiqni termostatin, më pas shkarkoni ujin. Për të shkarkuar ujin e kësaj, do ta lironi valvulën e sigurimit te krahu i djathtë i dushit poshtë, e liron atë, më pas liron tubin e ujit të ngrohtë dhe shkarkon, vini një kohë poshtë, shkarkohet të gjithë uji, ka 80 litra, 50 litra, varet se sa është dushi juaj. Dhe i fusni 100 euro në xhep. Kështu që na ndiqni për më shumë këshilla të tjera.